Përshëndetje, unë jam Ermira Dervishi, mjeke pediatre gastrohepatologe. Çfarë është celiakia? Sëmundja celiake është një çrregullim sistemik me natyrë autoimune që nxitet nga gluteni dhe prolaminat e ngjashme me të në individ që janë gjenetikisht të ndjeshëm ndaj saj. Karakterizohet nga një variabilitet manifestimesh klinike, shenjash, simptomash, por ama është sëmundja e vetme autoimune që i njihet autoantigjeni dhe në këtë rast transglutaminaza indore, i njihet shkaktari nxitës, eliminimi i të cilit çon në rezolucionin e plotë të procesit autoimun, në zgjidhjen e shenjave dhe simptomave klinike dhe natyrisht në ngritjen e cilësisë së jetës së këtyre individëve që bashkëjetojnë me këtë sëmundje. Pra zgjidhja e vetme është eliminimi i glutenit, do me thënë eliminimi i produkteve me përmbajtje gluteni nga dieta, ose siç quhet ndryshe, dieta gluten free.